Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në Odën, në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur, ku na vinë mysafir nga më të veçantit për të na sjell përvojën e tyre e gjëra të bukura. Jemi në këtë javë në 25 vjetorin e lirisë son. Kush e kishte menduar? E them unë këtë, që e kam përjetuar robrinë e rënd, kam përjetuar periudha, po jo vetëm unë, gjithë gjenerata ime, edhe pak më të rit. Po e them që ta kthejnë mbamendjen tuaj, sidomos të gjeneratave të reja. Sa e rëndësishme është liria. Po sa të rëndësishme janë simbolet e lirisë. Ishte Sabri Behrama, i skulptori ynë, i cili solli këtë javë në bronz leotrimin. Leotrimin që na bëri të gjithëve ta kujtojmë, na bëri të gjithëve me lot, por na bëri të gjithëve që ta kuptojmë rëndësinë e lirisë. Krejt kjo erdhi edhe si rezultati punës jashtëzakonshme të profesor doktor Nusret Planës, që po bën punë të jashtëzakonshme për ta nxjerrë para botës të vërtetën e veprimeve gjenocidale të Serbisë në Kosovë, në shqiptarinë në përgjithësi, jo vetëm në shekullin që shkoi, e në këtë shekull. Ishte një diçka tjetër e jashtëzakonshme që na sollën mediat, na sollën njerëzit, na sollën ata që mundohen non-stop ta kemi në mbamendjen tonë historinë tonë. Vajzushën e vogël që po ashtu na bëri thjesht me lot, sepse u vra në ditën e pothuajse të lirisë, me 11 qershor, në mëngjes të vitit 1999, Besmira Hajdari, e cila edhe babajnë e ka luftëtar të lirisë, e cila në momentet të fundit po shpresonte se nesër do ta shihte lirinë dhe po recitonte para Demjasharin, e për lirinë e ëndrruar. Le të jenë këto shembujt më eklatant për botën, për gjithë botën, për gjithë globin, edhe për botën perëndimore, që kriminali duhet mbetet kriminal, viktima duhet mbetet viktim. Dhe barazi në këtë raport nuk duhet të ketë asnjëherë. Mysafir të nderuar, këtë javë kemi një mysafir tepër të veçantë, që është modeli vet. Një rrugtim shumë interesant në përjetë, i suksesshëm në shërbim të adheut të vendit gjithmonë. Për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Begjet Toçi. Hajde Begjet. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A mujte? Po, pa tjetër. Nuk e keni përdorur këtë fjalën shumë a mujte në dibër, në rini. Jo. Ç'u keni thonë ju kur edhe thoni kur zgjonin mëngjes, ose kur vini prej dikun? A erdhe. A erdhe, si kalove, na a mujte. A mujte. Ti mos me pas mujt nuk ishe ardhur. Po sigurisht. Ti mujte dhe erdhe. Po. Edhe kur mundesh. Kur s'mundesh? S'mundesh. Dua ta them për opinionin, të njohin gjithë ata studentë. Sa gjenerata studentësh i përcolle? Po e shumë prej 96-ën deri tash. Prej 96-ën deri tash student. Më herët ke përcjell gjenerata nxënësish. Të nxënësish, po. Kur fillove të punosh si profesor në Prishtinë? Në 86-ën. 86. Po, 96. 86-ën në A kishe diplomuar akoma? Po. A kishe diplomuar tash? Po, diplomova në Qershor edhe më njerë. A në gjimnazin Gjevdet Doda? Po. Gjimnazin Gjevdet Doda i ka thith profesor të mirë gjithmonë. A jenë tje që nuk e di, unë pa ta fatin t'jem për aty në që i kom punu aty. A ke pas kolegë të mirë? Të gjithë të mirë dhe kanë qenë një pishtar të arsimit në aspektin se e kanë nisur të parët edukimin në përshpia, me që ne shkollat në imbyllën, edhe ne procesin e edukimit e bënim në përshpia. Është një ndër shkollat e para e cila ka filluar me gjithë duhet me përmend me drejtoreshën Zimrit e Limani, e cila ka qenë një luftare pa epur. Për arsimimin e gjeneratave. E kërkon të bashkëpunimin tuaj? Gjithmonë sendet e mëdha bëhen bashkë. Vetë mund të bësh vetëm në një punë të vogël, po punë të mëdha bëhen bashkë dhe ajo ishte ajo që i të bënte dhe merrte suportin e Sicilit. Unë kam menduar që prej shkollës në Sicilit kemi dalë ata më të suksesshëm. Sicili lavdron të vetën. Sicili lavdron të vetët. Djaloshin nga Dibra, që erdhi me shumë ëndra në Prishtinë. Shkollimin fillor edhe të mesëm? Në Dibër. Në Dibër, në Dibrën tënde. Po. Erdhe për studime në Prishtinë. Po
Si ka qenë jeta jote fëmijërore në Dibër? E kupton? E kujton? Po si, kemi pas një fëmijë të mirë, po kemi qenë edhe në gjendje të mirë ekonomike, pasi unë jem grupi ditë i fëmijëve, vëllezërit dhe motrat ishin më të mëdhej, dhe ne në qikën e ladrornin më shumë. Dhe kemi pas një fëmijëri shumë të begat. Kemi pas fusha për lojra sportive, pa mësues të mirë, edukator të mirë, dhe kështu edhe ne arritëm të marrim shumë sendet mira nga mësuesit tanë në Dibër. Në Dibër. E ka pas Dibra një elitizëm interesant, Po, karakteristik, ë? Po, është karakteristik se kjo ka qenë një territor qendër i ekonomike dhe nëse arsimi kërkon ekonomi, ato kanë pas dhe kanë pas dëshira i shumica e familjeve dibrane kanë mund të mos kenë bukë, po të mos i edukojnë apo të mos i shkollojnë fëmijët, ka qenë e pamundur. Për çdo dibran cili ka ardhur në Prishtinë nuk o kthy pa marrë fakultetin. Edhe janë gjithë Që Prishtina na ka ndihmuar shumë. Edhe gjithë ata emra janë, ha? Po janë, nuk kam qejf, duhet të jem modest, po dibranët janë edhe modest. A ishe më aktiv si fëmijë në botën e sportit apo si fëmijë me krejt kështu? A ke qenë fëmijë çapkën ai i urtë i edukuar? Kam qenë më shumë çapkën se sa ju. A më shumë çapkën? Se ishe më i riu, sa vëllezër dhe motra ishit ju? Ishim 6. E unë ishe i 5 dhe më i ladrumi, djali më i vogël. Djali më i vogël, ha? Sugari pi bie. Po. Edhe babai na la herët, po ne patëm përkrahjen e familjes. Të vllaut madh, tjetrit. U bën ata. Po u bën ato edhe na. Fuqishëm i shtëpisë edhe ne. Ti e gjeta atë. Ata hapësirën edhe e shfrytzuam për të. Po babai ka pas një histori interesante babai juaj. Po është interesant, ka qenë një njeri cili ka qenë mobilizuar me dhunë në 45-ën, 44-ën me partizanët. Me u bë partizan me dhunë. Po, me dhunë i kanë marrë këta brigadat macedono-shqiptare. Dhe baba ka dezertua. Ka ik për atyre. Edhe ka shumë Shqipëri, ë? Edhe kanë vrarë dikën tjetër në vend të atij. A ka thënë që kanë vrarë? Po, edhe këto në shtëpi për mos me zonë rinë qetë, mas 3 ditëve i marrin nanën edhe gjyshen i çojnë në Tiranë. Prandaj në 48-ën e njëjta çështje, babën e marrin pe Tiranë i brin me në burg në Dibër. Në Dibër për me hetu për krime lufte pa. Pastaj ai e kishte domkën e armikut jugosllavistë. Po, edhe mundoheshte të punoje me punë private kapuçtar me duhan. Kështu ne u ritëm andaj edhe shkollën e mesme në Dibër. Po, erdhe në Prishtinë. Dhe në Prishtinë ke regjistruar fakultetin e kulturës fizike. Po 2, edhe medicinën edhe fakultetin e kulturës fizike. Medicinën e regjistrove? Po. Edhe pse se vazhdove? Po kisha qef edukimin fizik, presionin e kisha nga shtëpia se duhet unë të bëhem mjek, si vllai madh. Si vllai më i madh se ti. Po. E që po ja tregoj me emrin, është profesori i nderuar, doktori i jashtëzakonshëm që e dur trokasim se është edhe punon e gjindet në shërbim të shëndetit të shqiptarëve Burhan Toçi. Shumë ka vonë edhe në shkollë mesme edhe në fakultet pastaj. Rasia mbreti botës. Edhe unë është ti bajagi kohë që të njoh, po jo që në ke dhënë në jep moral edhe motiv për të qenë gjithmonë luftarak, se të njoftim. A çka ti po flet për mua tash ja? Po. Ja më këtu me pyet, edhe me fol për ty. Burhanin e kisha profesor vërtet shkollë të mesme. Po kur nuk e dija që kam të gjetë një ditë ndërmisht më të mirë të jetës time në universitet. Po ishte periudhë e veprimit. Se po kthehemi te mjekësia, nuk e vazhdove mjekësinë? Drejt shkove në kulturë fizike. Drejt shkove në kulturë fizike. Pastaj ke qenë atje e mbajme, i shkëlqyshëm, shpejt, të gjitha. Por në realitet ishin 2 vëllezërit, ishte edhe Mensuri dhe Burhani që po hecje. E kishe rrugën të hapur drejt arsimimit, drejt prosperitetit. As si probleme s'kum pas, përkundrazi ndihmën 100% nga ata 2. Student, megjithatë më shumë ëndra, kemi ndru bashkë. Kemi ndru që Kosova tjetë kjo që është sot, në realitet, ha? Jo veç kemi ndru, edhe kemi punua. Po,
Atë sa kemi mujtë. Po, Atë se të mos lavdohemi. Po, ja, Vërtet se e kom jashtëzakonshme ka qenë E vështirë, po Po tani veten e mendoje, po diplomoje dhe do kthehem në Dibër, apo çfarë ndodhi gjatë rrugtimit, sepse mbeten në Prishtinë. po fakt. Po në Dibër nuk mund të na punsonin, ne ishim familje e përndjekur, nuk punsojshim dot. As kishte shansa mu kthy atje? Ja, po ne u shpërngulëm komplet si familje. Edhe pse sot kemi shtëpinë atje. E keni rujt shtëpinë? Po. Mirë, po ishte e pamundur atje me mbjetu. Ka qenë e vështirë me qenë shqiptar në Kosovë, po më e vështirë ka qenë me qenë shqiptar në Maqedoni në ato vite.